mirë se vini në kanalin tonë Fuqia e Trurit. Rënja e flokëve është një proces i natyrshëm që ndodh tek të gjithë njerëzit. Në një ditë të zakonshme, njeriu humbet nga 50 deri në 100 fije floku, një shifër që konsiderohet normale dhe pjesë e ciklit të rritjes së flokëve. Megjithatë, kur rënja është më e madhe dhe bëhet e dukshme, ajo mund të jetë sinjali një problemi të brendshëm që kërkon trajtim. Ekzistojnë shumë faktorë që ndikojnë në rënjen e flokëve. Disa prej tyre janë të përkohshëm dhe të lidhura me mënyrën e jetesës, ndërsa të tjerë janë rezultati kushteve mjekësore apo predispozitave gjenetike. Faktorët kryesorë që shkaktojnë rënjen e flokëve përfshijnë: gjenetika. Trashëgimia është një nga shkaqet më të zakonshme të rënjes së flokëve, sidomos në formën e alopecisë androgjenike, e njohur ndryshe si rënja e flokëve me bazë hormonale. Ndryshimet hormonale. Çrregullimet hormonale gjatë shtatzanisë, lindjes, menopauzës ose problemet me tiroiden mund të shkaktojnë rënje të përkohshme ose të qëndrueshme të flokëve. Sëmundjet dhe trajtimet mjekësore. Sëmundjet si alopecia areata, infeksionet e kokës, diabeti ose trajtimet të tilla si kimioterapia mund të çojnë në humbje të përkohshme ose të përhershme të flokëve. Stresi dhe traumat emocionale. Stresi fizik apo emocional mund të ndikojnë në ciklin natyror të flokëve, duke shkaktuar një gjendje të quajtur telogen effluvium, ku një numër i madh i fijeve kalojnë në fazën e pushimit dhe bie njëkohësisht. Ushqyerja pa mjaftueshme. Mungesa e ushqimeve të rëndësishme si hekuri, proteina, zinku dhe vitaminat B dhe D ndikojnë në shëndetin dhe forcën e flokëve. Kujdesi i tepruar ose i papërshtatshëm për flokët. Përdorimi i tepruar i mjeteve të nxehta për stilim, trajtimet kimike si bojrat e flokëve, zbardhuese dhe permanentet mund të dëmtojnë strukturën e flokut dhe të çojnë në rënje. Si mund të parandalohet ose menaxhohet rënja e flokëve? Për të mbajtur flokë të shëndetshme dhe për të minimizuar humbjen, është e rëndësishme të ndërmerren disa hapa kryesorë. Mbani një dietë e balancuar. Konsumoni ushqime me proteina, hekur, vitamina A, C, D dhe E, si dhe biotin. Kujdesuni për skalpin e kokës, përdorni shampo të buta dhe shmangni produkte që përmbajnë kimikate të forta. Menaxhoni stresin. Praktikimi i teknikave të relaksimit mund të ndihmojë në parandalimin e rënjes së flokëve të shkaktuar nga stresi. Konsultohuni me një mjek specialist. Nëse vini re, rënje të shpejtë ose të konsiderueshme të flokëve, kërkoni ndihmën e një dermatologu ose trikologu për diagnostikim dhe trajtim të specializuar. Rënja e flokëve është një fenomen kompleks me shkaqe të shumta. Njohja e faktorëve kryesor dhe ndërhyrja e hershme janë çelësi për të mbajtur flokët të shëndetshme dhe për të parandaluar humbjen e tyre të parakohshme. Kujdesi për flokët nuk është vetëm një çështje estetike, por edhe treguesi i shëndetit të përgjithshëm të trupit. Kaq për këtë video. Faleminderit që na ndoqët dhe për më shumë video të tilla bëni subscribe, like dhe comment.